Kuptohemi me njëri tjetrin dhe fëmijët kanë zënë shumë shoqëri të mirë me njëri tjetrin, po ta vësh re janë të gjithë grupe, janë të gjithë duke qeshur, duke bërë shaka, edhe ja kemi dalë. Thjesht ata nuk e kuptojnë rëndësinë dhe dashurinë dhe gjithë emocionet e bukura që unë marr nga ky grup kaq i mrekullueshëm këtu mbas. Është grupi i zjarrit, po ky është grupi i energjisë, i zjarrit dhe grupi siç ja ka vendosur në emrin së bashku për të gjithë, sepse të gjithë ne bëjmë një, plotsojmë një. Kampi Veror në Murialdo ka filluar në datën 29 qershor deri në datën 17 korrik. Unë ndodhem këtu në stafin e Murialdos, pasi e kam vitin e 2 të eksperiencës time në këtë staf. Ndihem shumë e nderuar që jam pjesë. Vjet ka qenë eksperjenca ime e parë dhe më ka lënë një shije personale shumë të mirë në organizimin dhe në harmoninë sociale që është mes kolegëve dhe të gjithë atë që kanë pasurinë që ne japim e transmetojmë tek fëmijët, por dhe një kohë e shëndetshme që është shumë e vyer për fëmijët. Mesazhet për fëmijët janë përçuar çdo ditë, por mesazhi më i rëndësishëm për prindërit është kaloni kohë me fëmijët tuaj, qëndroni gjithmonë pranë tyre dhe nevojave të tyre, sepse fëmijët nuk janë vetëm etashmja e një vendi, ata mbi të gjitha janë e ardhmja e tij. Kështu që le të bëjmë më të mirën për këta fëmijë që të kemi një vend më të mirë sot dhe më të bukur nesër.